A duhet të kemi një rit të caktuar ne për të bërë të gjitha funksionet në këtë rast, për të larguar demonët apo për të sjellë të mirën? Funksionon me rite? Riti më i mirë është të rish në qetë, në shtëpi, brenda, mos se shiko shumë hënën, sepse hëna ndikon tek mendimet, tek emocionet e tona, shumë. Dhe të ham gjatë ditës sigurisht, sepse hëna e plotë ndodhi natën, darkë, në orën 12:05 natës, sot, të rim të qetë dhe të kesh të qartësuar çfarë qëllimi ke në jetë. Dhe duhet të thuash me zë, unë dëshiroj të evoloj. Kam disa mantra unë që mund t'i thonë njerëzit me zë, unë dua të evoloj, dua të lidhem më shumë me natyrën, dua të fitoj logjik që të marr vendimet e duhura në jetën time. Këto treja të paktën t'i thonë do bëjnë, do i rritë vibracionit shumë. Fantastike, besoj tani me që i morën vesh do jenë të gjithë duke i thënë këto. Po, jam i bindur. Po, edhe këtu doja të dilja pikërisht që në qoftë se konsumojnë ushqime vegetariane, çfarë ndodh në vazhdim, pra